Mirëmbrëma të gjithëve. Për të diskutuar zhvillimet më të fundit politike në vend, kam të ftuar dy zotrinj, zotin Spartak Ngjela dhe zotin Shpëtim Nazarko. Zotrinj, mirëmbrëma, faleminderit pranuar ftesën. Ngjarja më e fundit politike është turi i negociatave që ka ndërmarrë sot europarlamentari Eduard Kukan, i cili ka ardhur në Shqipëri për të takuar gjitha palët, është takuar me kryetarin e Partisë Demokratike zotin Lulzim Basha, është takuar me kryeministrin zotin Edi Rama dhe me kryetarin e parlamentit zotin Ilir Meta, me të cilët ka negociuar një hyrje të mundshme të Partisë Demokratike në kuvend, pra për t'i dhënë fund bojkotit, sepse sipas gjitha kalkulimeve në 24 dhjetor, pra në seancën e fundit, nëse Partia Demokratike nuk hyn në zgjedhje, deputetët e saj humbasin mandatit me një interpretim të thjeshtë të kushtetutës dhe të ligjit mbi funksionimin e parlamentit. Nga negociatat e Kukanit në Tiranë ende nuk është arritur një rezultat, palët ende nuk kanë parafruar qëndrimet dhe çfarë do të ndodh? Do të kemi një refuzim total të Partisë Demokratike apo një deal, një marrëveshje të momentit të fundit? Pritet ta shikojmë në këto 48 orë të ardhshme. Avokat, pyetja drejt për drejt. Do arrit marrëveshje apo jo? Jo. Pse? Shiko, marrëveshjet, kontratat, kushtet janë fakte juridike. Sigurisht. Do ta shpjegoj me profesion. Kushti ka diferencë me pretekstin. Saliu nuk ka vënë kushte. Ato janë pretekste. Pse? Se është nocion abstrakt të thuash kriminalizimi i parlamentit. Nocion abstrakt. Një shkjo si këthuaj kriminalizimi OKB-s, s'ka thënë asgjë. Duhet të thuash ka këtë kriminal, këtë kriminal, këtë kriminal, këtë kriminal. Pra, ligj për dekriminalizimin e saj nuk ka vlerë, nuk doth. Le ta bëjnë. Nuk gjën zbatim. Çfarë do thotë? Çfarë do bësh? Do bësh cent? Ashtu cens? Do bësh ndalim? Do bësh pengesë? Ligjore? Çfarë? Ato ka kodi penal. S'ka nevojë, zgjidhë Shqipëria ka kodin penal. Pra problemi është që janë pretekste. Fakti janë pretekste. Nuk në parlament. Atëherë, pyetja e dytë që vjen prapë sipas logjikës. Pse e bën? Se është një veprim suicidal, është vetvrasje. Pse bën? Jo, s'është vetvrasje. Pse e bën? E kanë raport me Po humbasin mandatet. Do më dëgjosh. Po ju dëgjoj. Do humbasin mandatet me çfarë si ka? Do dorëzojnë mandatet ato. Sepse e kanë funksion të zgjedhjeve lokale. Saliu nuk hyn dot në zgjedhjet lokale me kryetar të pastabilizuar. Basha nuk është kryetar i stabilizuar. Është në pakicë. Nuk është në shumicë në PD. Në grupin parlamentar është në pakicë. Po të jetë grupi parlamentar në parlament, ai është i errësuar. Këtë e zgjidh me bojkotin. Po të dalin në zgjedhje këto pikat e rëndësishme politike që nuk tentojnë drejt pushtetit lokal, vendor, po drejt zgjedhjeve të ardhshme politike, duan të rrëzojnë kryetarin. Ose do marrin fare në zgjedhje, ose do sabotojnë. Dhe bie kryetari. Saliut i bie Basha në zgjedhjet lokale. Atëherë nuk do hyjnë në zgjedhjet vendore. Ai nuk do hyjnë në zgjedhjet vendore, shumë e thjeshtë. Kjo është analiza politike, s'ka tjetër. Si mund të jetë një parti elektorale dhe mos hyjë në zgjedhje? Edhe një herë, të thash arsyen, sepse dikur do hyjnë në zgjedhje. Edhe një herë. Je dakord ti ki po humbi Basha zgjedhjet duhet të japi dorë që sekretar? Qofse unë zgjedhjet politike, po jo zgjedhjet lokale. Po lëre më zgjedhjet lokale kanë thënë shumica njerëz në perëndim. Ku do më? Se lënë ata të brendshme, thotë pse do fitojmë nëse ti humbet zgjedhjet në mënyrë drastike. Si do fitosh pas 2 vjetësh? Si do fitosh pas 2 vjetësh? Pra ai është në këtë dilemë. I bie kryetari që ka vendosur vet. Atëherë nuk ka zgjedhje. Ka marrë fund me kjo është. Çfarë do bëj Europa? Se Europa tani nuk ka kujt i bën presion se Saliu nuk ka çumet. Saliu këtë kaloi. Dhe do ta shikoni që ai nuk do hyjë. Nëse do hyjë, atëherë presioni do të jetë shumë i fortë. Po pyetja tjetër që bëhet, nëse Saliu do bën këtë skem, është i përgatitur Rama? I përgjigjet dot? Shoh. Nazarko, si e parashikon? Unë jam dakord. Do arrit marrëveshje apo? Unë jam dakord me avokatin, domethënë për teorinë e kushtit dhe pretekstit. Dhe kriminalizimi është pretekst, sepse si thot avokati është me të bërë litar me rar. Normalisht, kur është trajtuar kjo temë në vendet tjera, kam thënë kështu që është një fakt i turpshëm, sepse
kur ti vete për qoftë edhe për të marrë një post vogël publik ose për zgjedhur një tender ose ku di unë, të duhet qoftë edhe regjistrim për një specializim diku në universitet, duhet vesh të marrësh një dëshmi penaliteti. Tani përfaqësues më të lartë popullit që s'kan dëshmi penaliteti është turp me fjalë. Se kjo është të ofendosh popullin, do të thonë, si ti unë. Por prap nuk arrie se s'mund të bësh zhurmë të madhe. Jam dakord me avokatin dhe me logjikën e përgjithshme të gjës. Tani në specifik unë mendoj kështu që historia ka provuar që Berisha ka luajtur domethënë me parimin e fuqisë të 20 vjet, dhe kur ka qenë pushtet dhe kur s'ka qenë pushtet. Për shembull, dhe këtë radhë ka ngritur stekën rrugës, po shikoja sot mesdite që kërkojnë atë kushtin e mos merrni vendime as me 84, kupton? Domethënë me 84-ën ta përdorni vetëm me përqimin ton, domethënë kjo është një marrëzi, e kupton se mund të bëhet edhe kjo, për shembull do të kesh një precedent historik, për shembull, përsa është në 2002 u ka lënë këtyre historia kur zgjat Mojsiu. Mi po ne jemi vjet koshien se ç'bën këta për presidentin, me 71 me kushtetutu mlodh Evropa, edhe se nxorën dot na duar, domethënë zgjedhjen Saliut. Po të kthehemi te tema, domethënë me atë që tha avokati, shiko, në 20 vjet, domethënë kur e kam ndjekur në Saliut, ai ka luajtur, por në momentin e fundit ja ka mbathur këmbë. Kësaj radhe është një pozicion që afron me logjikën e avokatit, sepse në fundit e vetë Saliu s'ka çat humbi, domethënë. Nuk ka se çat humbi sepse zyrtarisht s'është asgjë. Por nga ana tjetër është Basha i që humb, po Basha po humbi Berishën ka humbur më shumë se sa Evropën, sepse të tilla i ka historit brenda PD-s. Ndërkohë kjo zgjedhje, që unë nuk besoj, unë besoj te marrëveshja, do vehet te marrëveshja ose do bëjnë edhe sa herë kështu. Çdo do lëshoj se për ajo që i kërkohet Ramës është veç të tjera dhe është domun që të nënshkruaj një marrëveshje, domun që të sen sicilës është që nga sot e tutje unë nuk do shkel kushtetutën. Çka lë domun që të konfirmoj që e ka shkelur kushtetutën. Ka një problem. Pranon Rama? Ka një problem, domethënë që prap llogaritës e doktorit domethënë janë ka qenë domethënë politikan që dhe i ka ikur domethënë dhe i ka arritur ti trem socialist për shkak të kaluarës historike. Por edhe si lojtar politik pa fantazi, me thënë drejtën gjithë domethënë i bie derës në të njëjtën mënyrë. Shiko, Rama nuk është nanu. Rama është ka një vit që ka marrë pushtetin, ka një shumicë jashtëzakonisht të madhe në bërduar, dhe është një lojtar po i tipit Saliut. Domethënë është një histori kod, domethënë të tentosh të kërcënosh ose të bësh presion Ramës është një lloj sikur ti biesh malit me kokë. Nuk ka asnjë lidhje Rama nano, domethënë. Dhe eksperienca e vjetër, për shembull që këta ky i detyroi socialist nuk shkon më fare. As bile unë jam i sigurt që Rama më vetëm ka bërë atë njoftimin dhe është marrë me punë të veta. Domethënë sepse edhe ai i rritur në shkollën e këtyre ka kuptuar sa janë rreziqet reale, domethënë nga brenda nga PD ose nga PS vet. Kështu që nuk ka vlerë, Rama s'përkulet fare dhe as bile s'ka as interes ta dëgjoj këtë histori. S'ka nga ta marr presionin. Përveç kësaj presioni mund të merresh nëse vërtet do kishte Berisha një biografi të bardhë në Evropë, siç e dim ne dy, besoj që ti ketë mirë do në këtë punë. Unë besoj që do vete marrëveshja, do ketë deri në fund nga këto historitë e stekës, hedhjes fuqisë të tëra, por në fund do të nshtrohet dhe vazhdoj të mbaj idenë që edhe ta bëjmë marrëveshje dhe mos ta bëjmë marrëveshje, domethënë historia e PD-s si një kopje, si gjysmë kopje PS-s është një histori e humbur dhe manovra taktike. Çdo që të ndodh, domethënë do ndodh ajo shkërmoqja me Saliun, pas Saliun, ata 10 ose 15 do futen në parlament qëse e bën doktori këtë skem, dhe është historia e një partie që në fundit ka kaluar gjithë limitet e veta. Këtë që ka bërë tani këtë provën për të mos u futur në parlament, unë e kam parë gjithnjë si një mbështetësi për të legjitimuar veten, domethënë të Bashës që është i dobët në grupin e vet, vetëm kaq. Domethënë e ka arritur atë. Megjithëse sot e përfitojnë, domethënë atë mbledhjen e tyre që edhe se kur ta marrë këtë dhuratë, domethënë ti fusi prap ata të PD-s. Kam shumë janë të dëshpëruar dhe nuk e grupit dhe ka pasur presion, ka pasur shumë presion nga të paktën 7-8 deputet që kanë folur, ndërkohë që ka pasur edhe të tjerë që kanë ndarë të njëjtin qëndrim me zotin Patozi, zonjën Doda. Madje ka qenë këtë herë. Do hynë ata, nuk kanë rëndësi fare. Janë të paktën 10 veta që do hynë. Zoti Babarama, po. Në rregull, do hynë, separatistët do hynë. Ata janë politikanë, nuk mund të humbën sepse nëse ata do dorëzojnë mandatin,
Kjo nuk e dobëson? Do më dëgjosh. Po. Ata nëse ata do dorëzojnë mandatin, ata dorëzojnë qeniën e tyre politike. Nuk janë më political beings, domethënë nuk janë qenie politike më. Pse? Sepse në strukturat e partisë nuk janë fare. S'janë as në parlament, ata do ikin shtëpi atëre. Saliu kërkon të ikin shtëpi. Saliu e di që ata nuk do ikin. Do hyjnë në parlament, se do mbajnë në kartën e tyre, ajo 10 që do hyjë brenda, nuk diskutohet. Ata do hyjnë brenda, por ky do t'i prashtojë nga partia, sepse ka statut. Në momentin që ka prashtuar nga partia, ka shpëtuar Bashën. Ai është shpëtoni ushtarin e mirë Rajan. Ai ka shpëton Bashën, nuk ka lidhje fare me ato. Dhe të jemi realistë, është në politik. Është në politik. Politika e tij është normale në këtë moment. Është skem normale. Domethënë ai kërkon të shpëtojë Bashën se Basha nuk ecën dot me këta. Këta do hyjnë në parlament. Tani gjithë problemi është ditë do t'i menaxhojë dot Rama këta 10? Nuk e di. Të lutem, politikisht. Pra, problemi këta do hyjnë të 10 atje. Ja, unë mendoj që do të jemi kështu pas 10 ditësh ose 15 ditësh. Do hyjnë 10 ose 12 veta nga PD-ja në ata politikanë cilët nuk duan të triqen nga politika. Nuk i dorëzojnë mandatet. Por ai do t'i prashtojë nga partia. Se ti do vësh një gur, politika është domino. Ai do vësh një gur, ai do vë gurin tjetër, ai do thotë Basha do t'i prashtojë nga partia. Jo Saliu, Basha do t'i prashtojë nga partia konform statutit. Atëherë çdo pikë kjo 10 do krijojë një nukël opozitar natyrisht. Por deri këtu dim. Pastaj se si do menaxhohet kjo 10 nuk e dim. Këtu pastaj fillon politika e Ramës. E bën dot Rama, nuk e di. Rama nuk e di, e bën se bën Rama nuk e di. Problemi është ne nuk mund të flasim me conjectures, me hamendje. Ky është fakti. Ne mund të flasim me precedent. Jo, Ndarja deri tani ka treguar që kush është ndar ka humbur zgjedhjen. Mos e mendoni bojkotin që është kartë e dobët. Mos kishte ndalë separatistët e Ramës, ne me kutit shkuam zgjedhje të reja. Ata e prishën. Sepse doni të rrezonin Ramën. Mori vënda. Bojkoti, njëri din të caktojmë mirë ç'do të thotë bojkot. E dini nga vjen fjala bojkot. Bojkot është refuzosh të marrësh pjesë. Lëramar është mbiemër njeriu. Është mbiemër një deputeti. Është mbiemër i një deputeti britanik që ishte nga Irlanda e Veriut dhe ai bojkotoi me gjithë grupin e vet. Bojkotoi, ishte opozita dhe bojkotoi. Dhe unë më qujtë bojkot. E ka është mbiemër njeriu. Si që shkuj Slingu. Si që shkuj Slingu, që ishte kryeministri atyre. Pra, dhe fitoi. Nuk është bojkoti kartë e dobët, si që vendoni ju. Ja, por, është kartë e fort, po mund të bëhet shumë shpejt bumerang në qoftë se ja nuk ja politikanë në nivel lartë. Por unë mendoj që kjo nuk e ka të bojkoti i parlamentit. Bojkoti i parlamentit është hapi për të treguar që unë syja së zgjedhje. Mendoj që kjo skem, çfarë efektesh ka një hyrje e 10 deputetëve për çaj vendimit të Berishës? Çon brenda 3 ose 4 muajve në zgjisimin e plot PD-s, sepse çfarë reaksionizmi ka? Ata nuk janë kundërshtar partie më, janë parlamentar dhe nuk janë 6 për shembull si të kenë spollës dikur, se nuk kemi situatën e vitit 2000. Ndarjet që përmendet ti janë ndarje për shembull 2000, kanë qenë dhe zgjedhjet pothuajse gati, domethënë 2001 ishte një PD e një lloj tjetër ajo, kurse kjo tani është një PD e konsumuar e provuar 20 herë. Ka ndodhur edhe në 97-ën që ikën një 20 deputetë aty, pasi u zgjodh domethënë president Saliu të periudhën e përkohshme. Kurse tani kjo është vetë vrasë domethënë për PD-n. Po u 10 ose 12 deputet, ti ke praktikisht një opozit, mund të të kërcej ande edhe FRD-ja të bashkohet me ata dhe ke një nukleë opozitar dhe vjen marrin pjesë në zgjedhje për qef, edhe lanë atë se nuk është Saliu me kartrat bardha që t'i vej Evropës. Merr mbrapa dhe Luli, natyrisht që për shkak se kanë vulën edhe kasollën mund të mbajnë atë, domethënë se thua ndërtesën, mund ta mbajnë, por nuk është më situata e 2000-shit dhe roli i partive, jo vetëm i PD-s, është duke u paksuar me shpejtësi shumë të madhe, kështu që unë mendoj që nëse e bën bojkotin, natyrisht domethënë ai që do humbi kësaj radhe është PD-ja. Por vazhdoj prapë mbaj idenë që me bojkot, pa bojkot, kjo i shërbeu Bashës vetëm për të kaluar vështirësitë në grup. Ndërkohë, unë dëgjova atë që thatë ju që sot ka pasur kundërshtime në grup,
por edhe sikur mos pas kundërshtime, domethënë futja dhe e qetës. E ka vënë, nuk është se ka dhënë një armë të madhe morale PD-s, ka qenë një lëvizje e sforcuar shumë planshë që në fundit nuk e gëzon, domethënë zbrandshmi PD-n, edhe futja brenda. Kështu që vazhdoj të mbaj idenë që marrëveshja do kryet, po nëse s'kryet dhe nuk i llogarit mirë Saliu Gurt dhe lejon që kjo 10-12 që futen në parlament, historia e PD-s mund të arkivohet dhe as nuk ka për ta marrë, domethënë me njëri seriozisht. Ka dhe një informacion tjetër në Zarko, që duke parë presionin që kishte brenda grupit, zoti Berisha tha domun që grupi mund të vendosi për t'i dhënë fund bojkotit, por vendimin përfundimtar do ta marrë Këshilli Kombëtar. Veprimi drejt ky apo? Kjo është gjithë mënyra që s'do hyj. Se grupi parlamentar do thot po? Grupi parlamentar do thot po? Ka provuar gurët e vet Berisha dhe nëse grupi parlamentar thot po dhe Këshilli Kombëtar atë vendim do marrë. Dhe Berisha do të tërhiqet kështu, mbrapa ktheu dhe vajta. Nazarko, zoti Nazarko. Po. Po hyn ata brenda, nuk ka diskutim. Sot ne këtu. Po hyn 10-12? Edhe njëherë. Po thamë që PD-ja hyn, po nuk ma vazhdon më biseda këtu. Biseda vazhdon, politike vazhdon, në rast se do me varianti të lutem, po hyn atëherë. Po mbyllim atëherë. Vazhdojmë, kemi pyetje tjetër. Si e gjykoni me Po hyn, nuk ka diskutim politik më. Unë them që nuk hyn, sa ai do manipuloj, do bojkotoj zgjedhjet. Një batut e Berishës që ka qenë në këtë linjë, në mbledhje të grupit ishte që ne do na fusi në një protestë të madhe në 20 shkurt, do na fusi popullin parlament të shprehur. Çfarë le të kuptohet kjo? Është një lloj optimizmi nga mitingu i fundit. Deklarata si të Sadatit. Tani problemi është politike vjetër. Mos është do një lloj optimizmi do bëj revolucion ky. Viktor Hugo i thot kush rron me kujtime zvarritet çdo ditë. Një minutë. Të lutem. Do bëj revolucion ky? Se kur na thot popull, do të thonë që do bëj revolucion. Po protesta para kryeministrisë edhe të dhunshme. Nuk është ashtu. Nuk mund të hyn dot këtyre deklaratave politike të Sadatit, lutem. Ultimatumeve të Sadatit. Nuk janë politika ata. Pra ato problemi, ato janë ultimatume politike që i bëjnë se mendojnë që me kesh frikacak, Rama ta trembe. Problemi është që... Në fakt, është frikacak apo jo? Si e po e menaxhon me frikë të situatë do këtë bojkot të Partisë Demokratike? Nuk është problemi të bojkotës, se ka në Rama skemën e Saliut. Nuk mund të hyj Rama të prishë skemën e Saliut. Asa Saliu s'mund të prishë skemën e Ramës. Rama nuk menaxhon dot politikën ndërkombëtare. Nuk po hyn dot negociata. Hum 3 miliard, hum para vjetore. Pra, problemi është që për sa i përket kësaj çështje që ngritëm, Nazarko ishte i dyshimit që do hyn, dhe nuk mund të bëjmë dot debat. Unë them që do bojkotoj dhe zgjedhjet lokale, do hyj 10 që atje dhe nuk e dim se çfarë do ndodhi me 10-ën kur mbasi ai ti preshtoj nga partia. Ato pastaj do të shikojmë kur ndodhin, është pasojë. Ne po flasim shkak pasoj shkak. Do vim, është zinxhiri shkaksisë atje mbetet. Shikojmë se çdo ndodhi mbasi të hyjnë në parlament. Po këto aksione të së djathtas, ju mendoni se ai ishte i gatshëm t'i dhurojë në zgjedhje? Cila aksione? Po, sepse ka njerëz që votojnë djathtas. Dhe në qoftë se në mungesë partisë nuk i kanë ata për 10 deputet. E para punës një herë që me që hape këtu mëbet, këtu jemi në politikë. Hapësirën në zgjedhje. Do ja lëj Pamir Topi, do ta lëj ty. Dale më zotri, po flasim për ata të 10 që kanë Pamir Topi. Të lutem. Ne flet për ata të 10 tani, të lutem. A flet për ata që do hyjnë në parlament. Ata i eliminon nga partia, i heq nga partia dhe merr fund. As kanë lidhje fare me partinë. Te kaluam atë, un po them do un hapësirën. S'ka hapësirë ka vetë. Nuk bie nga 21 qershor. Nuk bie nga numri, Shikon PD-n do votoj FRD-n, do votoj partinë. Do dëgjosh mua tani kush do shikoj PD-n në zgjedhje lokale. Po pra, këtë jam duke të thënë, më ndiq lutem. Prit tani. Po. Prit tani se a jemi në politikë. Si mundet ta lëj këtë hapësirë? A jemi në politikë. Po. E kemi një bojkot të zgjedhjesh. Kemi kushtetutën. Nuk vajti PD janë kushtetutën. Mbamën? Po, mbajtën. Bukur fare. Tani, se unë e njoh mendjen prodhimin e intelektit politik të Saliut. Po. Çdo thot Saliu, do t'i bëj thirrje popullit, ka një shpresë, t'i bëj thirrje popullit, mos dilin zgjedhje. Dakord jemi? Dhe do marrë edhe komisionerët edhe gjithë,
dhe mendon se këti kanë rënë aksionet, dhe në qoftë se këti kanë rënë aksionet, vërtet, dhe dalin në zgjedhje 35%, atëherë pjesa tjetër thotë ja Saliush janë me mua. Kuptove? Qartë. Prandaj nuk politika është krim. Pra është dhe kjo, me sa i miret vetë më bojkot. Po e thot popullit, doni ta rrëzoni Ramën. Ju të PS-s, doni ta rrëzoni Ramën si kryeministër. Unë jam po ju ndihmoj. Mos i rrëzoj mere. Se bie vetë Rama. Edhe zini kryeministrin tuaj, aty i keni 4 kryeministra, 5 kryeministra tuaj. Rrëzoni Ramën. Mos mendoni se është atje thjesht skema. Prandaj hajde se do kemi kohë ta bizodojmë. Fillojmë tjetër. E qartë. Gjete mendimin e Nazarit. Unë mendoj që në qëse 10 ose 12 deputet PD-s futen parlament, historie PD-s mbyllet një herë mirë. Sepse nuk jemi në situatën e vitit 2000, pak nga potenca e PD-s, jemi në një situatë tillë që unë besoj që Rama mund të bjerë dhe nesër. Dhe pakënaqësia popullore mund të jetë 2000%. Shumë herë më e madhe se vitit 2000. Për shkak të varfërisë se nuk di populli se qeverisë e keqe, se qeverisë mira im përpara. Dhe më vështirësi dhe mund të bjerë dhe nesër. Nuk e quajnë një çudi. Por do ta quhet çudi absolute që ky popull të jepte prap vota domethënë Sali Berisha. Është një është e pamundur domethënë. Kështu që ashtu. Pikërisht për këtë ka dy variante. Ose domethënë ai po nuk është Saliu që bën nga këtë lloj betejë vegane. Këtu nuk jam me avokatin. Ai mendon, e kupton, por këto nuk bëhen, sepse u thash që premisa ime për të gjykuar këtë është që roli i PD-s praktikisht si opozit ka mbaruar. Dhe nëse futen 10-12 deputet, mos kujto se po të lozi si shta avokati atë politikën Rama, atë 10-12 deputet, bashkuar me FRD-n, bashkuar me ata, kryen një opozit shumë të mirë dhe mund ndodhë që të vesh të përzësh Rama, mund thonë bashkarisht të gjithë hajtë për Berishën pastaj. Kupton apo? Dhe Evropa nuk është nga ata që është gati me fleta lavdërimi për Berishën, sepse është njeriu që më shumë se të gjithu ka kryer probleme. Kështu që këto llogari në heshtje dhe në qetësi bën doktori. Unë mendoj që Basha, po të jetë logjik, duhet vazhdoj dhe të bëj atë, domethënë, kokulurin, kuptim, i ka vënë ato kushtet e kaloi atë vështirësinë, nuk është se fitoj në një gjë të madhe me këtë histori, por po të vazhdoj, domethënë në tutje, mund të ndodhë, maksimumi që mund të fitoj është që të ruaj vulën, të ruaj dhe atë shpinë, domethënë aty, por historia tjetër është e mbyllur dhe kjo më shumë nuk e çon PD-n. Dhe unë besoj që këto llogarira Berisha i bën më mirë se sa mendojmë ne. Këtu ka një pyetje. Dhe ka për të tërhequr. Një pyetje për ta mbyllur. Basha e ka në favor apo në disfavor vet bojkotin e parlamentit dhe bojkotin e zgjedhjeve? Çfarë është vetë kjo? Dhe për te kësaj pyetje, si mundet që fatin e vet politik ta bashkoj me Berishën? Jepini një herë përgjigje kësaj pyetje. Ja, ja puna sa përgjigje. Çfarë për te pyetje? S'ka për te pyetje, s'ka një herë një pyetje. E ka në favor të vet politikës ti apo në disfavor vetë Basha? Shiko, po ti përgjigjemi, po duke ruajtur atë idenë time, Basha është domethënë në humbur dhe me të vajtur në zgjedhje. Është i humbur dhe pikërisht kjo arsye thot avokati që për shkak se është i humbur zgjedh këtë që mund ta justifikoj, mund bëj diversion të socialistë me tërë. Në gjendje stacionare dhe në gjendje stacionare. Po, nuk është situata, nuk është situata e tillë në Shqipëri. Shiko, që të mos ta rëndojmë. Kemi pyetje tjera. Mos ta rëndojmë fjalën për PD-n. U e zarrua. E qartë. U e zarrua. Okej, do t'i respektoj rregullat e lojës avokat. Na le këtu tani në këtë. Po mirë, që ngjarja më kryesore politike e javës. Nuk kemi opozitën në parlament. Thonë ka flasim me hamendje. Jep faktin se do të për faktin tani. Ato që tham. Po doli kjo djalë. Ligji dosjeve. Hajde më thuaj mua se ti kam shumë gjëra që kam analizuar skandalin në këtë njerë, po avokatë doli kjo. Po më doli kjo, thritëm këtu dhe më thuaj të doli. Po s'doli, thritëm më thuaj, avokatë së doli, të arsyetojmë pëse s'doli. Jo, uroj që mos ndodhi do. Kemi parlamentin pa opozit. Unë pakten, në qoftë se kjo është skem me Saliut, unë ja dekonspirova sot. Apo ja? Në rregull. Një parashikim tuaj tjetër, avokat. Do hapen dosjet apo jo? Ka 2 projekte. Një që ka quar zonja Mesila Doda dhe Shpëtimi Drizi, një projekt i tyre, dhe një qeveris që ka bërë publike zoti Velia. E ditë që më kujton kjo e dosje më? Të them një gjithë burgar. Kur vajta në burgun, kundërshtarët i kishtë masakruar komunizmi, kishtë në midis tyre, kishtë në politikan të urt, normal. Kantian ose Hegelian, se kështu ndajshën të se s'kisha shkolla modern.
këto ishin, no, Kantian, o Hegelian. Burg, ishin njerëz kulturor. Por kishte edhe nga ata që ishin të revoltuar dhe donin hakmarrje. Edhe kërkonin inkuzitorët. Inkuzitorët që Kadrias Biu, Mehmet Çeu, ishin një numër i madh ato. Erdhi një moment i saktuar që ata i vrarën veri vet. Këta s'kishin objekt më. Nuk kishin objekt, se ç'kishin këta me Lenka Çukur. Ç'kishin këta me Simon Stefanin, që ishte një soldator. E kishin njohur për kampet kur kishin punuar për ato. Kishin punuar krah për krah. Soldator. Edhe me Kur'anin e Saj, kishin punuar në burgje. Punëtor me punëtor. Ata punëtor të lirë, këta punëtor të burgosur. Edhe këta tani po mërziteshin se thosh vërtet të rrozojmë regjimin, po s'po kapi basi nga këta. Tani vim te këta spionët. Po spionët kanë vdekur. Çfarë spionët do kapni? Se nuk kamën politik. Pas, nuk e di po janë. Majko sot kishte bërë një llogari. Kur ishin shumë dyeri ke parë dosjet po avokat. i kanë parë, po jeni si komisionit parlamentar. Unë më gjeta, mi dhanë dhe listat dhe mi dogje djatha. Gazetët të djatës mi dogjen, se vajta i thash një gazetari të djatës. Ai vajte ma denonson gazetë skema dhe u trembë shërbimi. Që unë i kërkova të mi jepne cilët janë në parlament, unë isha hetim, do të qonim ligjin, po. Cilët janë në parlament dhe në gazetari. Po. I kërkova dy specie unë. Specie më interesante. Po, e kështë marrë marrësha me Berishën. Po. Me Berishën. E thash dhe unë si Josefina Brisha. Berishën, me Berishën, vajta në atje, më tha, Saliu, tha, po ta bënë, vajta aty. Ai kryetari ishte i ndruar, kryetarin tjetër unë e kisha rëzuar, Klosin, se dha dorëqen Klosin. Ishte frikë. Jo, Klosin atë, dha dorëqen, ishte njëri dinjitos. Kur filloi gjithë ajo akuz, gjithë ajo, ju e mbani mend, dha dorëqen, ishte i komanduari. I komanduari tani, i kishte rënë njëri. Parlamenti unë kisha deklaruar, do t'ja marrim shërbimin pushtetit, do t'ja japim shtetit. Po, kisha deklaruar, dhe ashtu u bë. Dhe lista ky e prishe. Dhe ai shkret i ka vdekur tani. Mi dha gjithë listat. Por më tha, shikoj një herë avokat, se mos prishin punë, kiti më vullën. Se s'kishin vullë. Ishte letër sikur ta kisha shkruar vetë. Dakord jemi deri këtu. Po. Edhe unë vetët e doktori. Mi thënë doktorit mi dha. Po a është dinjitos? Nuk e kërkoj. Saliu. Mi dha, i thash, nesër i marrë me vullë, hajde të bëjmë seleksionimin se ka shumë dhe në gazetari, i thash. Aja di të si shduket. Më tha, mua ajo është kompetenca jote. Tha, beso, duesh në, unë ligjin të pranoj. Bëjmë ligjin atje, ti heqim. S'mund tjetë aji, s'ka beso shmëni. Pse mos hapen? Të nesër men, gazetat tona, një nga gazetat tona, shkroj, denoncoj skemën time. Nesër, gjela, merë, vullën, këshu, këtu, është e liqve, s'është e liqve, u të raqë. Tani ato kopjet ku kjeti avokat që si nëzirët në i thuar që të më të? Unë jam dinjitos, ja këtheva shtetit. Ti kujtesën e ke? Kujtesën historike e ke? Nuk bajnë nga ato. Kujtesën historike e ke? A ishte, të lutëm, Nazarko, ishte me vull? Jo, ishte pa vull. Pa vull, pa ti kishe parë. Do më thënë, ne të besojmë. a do të t'japun një flet, një 20 flet notorike, po do vullën. Nuk ishte më beson ti mua, po sikur të më kishte gënjur ai, ku di gjë, nuk merren ato. Nuk merren ato gjëra. Unë dua vullën. Vula është përgjegjësia. Vulën procesi u ndërpre. Dhe ndërpreu djatha. Nuk ka dorë Saliu në këtë rast. Tani kur të dalim jashtë ta tregojnë historinë. Pra, problemi është që në këto momente që ka ardhur kjo problemi ilustracionit, forca e tyre për të intimiduar politikën nuk është shumë e madhe më. Është e vogël. Por për faktin që se kemi bërë, ai ta bëjnë. Po këta nuk kanë një skem. Këta thonë, si gjithë se cili do shikoj dosjen e tij. Nuk kanë se, nuk ka më cens, do më thënë, nuk ka ndales. Ka moralitet. Do hapin për moralitet. Le të hapin për moralitet. Unë jam gjithmonë për hapjen. Lustracioni është hoxhizimi i Shqipërisë. Do të quaj lustracion. Si që kishën da denazifikimi i Gjermanisë. Pra, Strauss e ka drejtuar atje denazifikim. Këto nuk u bë dehoxhizimi i Shqipërisë. Këta na nxorën portrete ai drogjë. Kupton tani? Pse? Sa nuk u bë kjo. Nuk ka problem. Do kemi surpriza për shembull, do kemi emra parlamentarësh, emra drejtues mediash, se Meksi i shprehur domthonjë që
në projektin që paraqiti shoqëria civile, nuk ishin bost e medias. Zoti Meksi tha do unë që duhet të jenë. Dhe për mendimin tim ka të drejtë. Në atë skemën që thash unë e kisha. Po mua ma ndërprer. Unë e kanë hetim. Në media. Po. Po tani problemi është që këtu më duket doli më mirë të kesh qenë spion se mos kesh qenë spion. Do në kemë fiton shumë. Po kjo problemi është nuk ka rëndësi. Unë mendoj tani, kemi dhe më të qetë nga ngarkesat. Duhet ta shikojnë këtë çështje, duhet ta shikojnë sociolog, politikan, pedagog, sepse mund të nga një fenomen pozitiv mund të kthehet në një fenomen negativ. Se këta nuk kanë bërë një cens që të thonë X-i. E thret atë e thot ke dosje, do t'ja bëj dorëqen. S'është kështu. X-i ka dosje e rinë pushtet, nuk e ndalon, nuk ka njerëzit duhet të dinë kë kanë zgjedhur këtë zgjedhje. Njerëzit duhet të dinë. Atëherë po të hapen ato, do thonë që ka qenë agent të sigurimit. Po mos mendoni se majta ka ndonjë mllef për agent të sigurimit. Jo që syri vigjilenti po lere. Sot me avokat më fal ta pres pak. Mos mendoni se a janë 40 me 40 to. 40% njëra, 40% tjetra. 40% se vjen keq të elektoratit pra. Po. A janë 40. Kjo 40% që këtej ka edhe i ngatron. Se më kujtoj. Ajo i thot janë të ka qenë tan. Shikoj pse e kemë mos nuk kam më pros, më thosë se mallon gjë njëri me atë. Po, se sot për shembull kam më ashtu avokati për analogji kam parë 2 xhavahirët Pandeli Majkos për shembull. Krevepër domethënë. Njëri prej tyre domethënë ishte kjo në frymë. Është genuin, kështu është. Është genuin. Këtë e thot kështu si më. Dhe tha spioni më i ri ka qenë 18, tash bër 42. Tani bie tani te 42. Se na hyn punë kjo me 18 dhe me 42 vetëm Majku aty, vetëm Majku dhe Josef Zhveku. Po e dyta ishte më e bukur akoma, ishte sinqeriteti i Majkut. Ju mi don shiko tha tani. Shiko tha tani, tha, jo, po. Jo është më e bukur. Thot akoma derdhet Volkan të drejtim. Tani, e dyta ishte shumë e bukur domethënë. Avokat thoshte, unë thoshte për hir të Timeti në 91-shin thot votova për PP-n thot. Partinë e punës. Po. Tani unë pres domethënë revolucionari Majko që ka drejtuar proces, po sikur të gjithë ata domethënë që ishin baballarët komunistë si Majko të votonin tërë partinë e punës. E kuptoni që domethënë të thuash këtë gjë sot, ta thuash në vitin 2014. Sa e tregoj sinqeritet në vet. Po mirë, pas nuk e akuzuan për sinqeritet. Nuk ka hequr një dorë Majko nga komunizmi. Dhe gabim. Je po mirë, dakord. Majko i do ata. Është studenti dhjetorit për cilin do flasim. Studenti dhjetorit. Ishte studenti dhjetorit. Majko ishte studenti dhjetorit i palës tjetër. Studenti dy palë. Jo, ky ishte. Po e çu ndan në dy pjesë. Ishte dhënë komiteti i rinisë. Tani për dosje do të themi gjë serioze. Shiko, ne kemi një model të dosjeve, se thonë ta varianti gjerman, jo varianti çek. Me sa di unë, ndoshta edhe mund gaboj, një nga figurat më të mëdha, domethënë antikomuniste, ky Çeku, Haveli, i mori dosje dhe nuk i hapi. Po se ku i hodhi asnjë se dia sot. Pra i mori, i fsheu dhe su gjetën më. Nuk i hapi. Tani poshtërsia e shqiptarëve dhe prandaj duhen hapur dosjet. Tu se jam avokatin qëndron këtu. Që qoftë Berisha. Ta hapen me kujdes. Ma the atë me kujdes. Shikoj pse duhen hapur dosjet avokat. Për 24 vjet rresht, po të kishte bërë Berisha historinë e Havelit, do ta nderonja. Unë vi nga të persekutuarit, kupton, të dy kemi qenë persekutuar, dhe nderoja, thosha po mirë s'do të shkaktoj më plagë akoma. Ata që janë inkuizitor tamam kur thotë avokati, ata dihen dritë dielli. Tani poshtërsia e politikës shqiptare është që këto dosje i ka pasur në përduar dhe i ka përdorur sa herë i ka dash qefi. Herë si mjet presioni, herë si kështu. Dhe për këtë arsye, këto duhen hapur dhe duhen përshtyr ata që i kanë fshehur këto dosje. Se s'mund të më thot mua Aleksandër Meksi tani për shkakun, ose Sali Berisha që unë se dija që avokati ishte spiun ose Shpëtim Nazarkua. E kupton? Këta i kanë pasur, i kanë përdorur personazhet dhe përveç kësaj kanë shpërndarë nëpërmjet propagandës tyre, tymnaj domethënë që edhe ky pandaj është poshtërsi, dhe dosjet duhen hapur dhe duhet dënuar sa ata edhe këta palaçot që kanë shfrytzuar këto 24 vjet. Dosjet duhen hapur. Duhen hapur kështu. Po këta nuk kanë sistem institucional.
Ç'dua të them me këtë? Një akt shtetëror, ose është akt politik, ose është akt institucional. Po është akt politik, ai shfrytëzohet fakti juridik, vjen dhe shfrytëzohet nga politika. Shikojnë historinë se si e ka shfrytëzuar politika. Ja u them unë. Se e kam studiuar dhe e kam shkruar në libër. Po. Dhe kam me fakte. Ramiz Alia nuk mendonte se dorëzoi ndonjëherë nga pushteti, por i kërkonin opozit. Dhe e ndërtoi opozitën. E la opozitën dhe hodhi të gjithë agjenturën në PD. Duke menduar. Do flasim në pjesën e dytë të emisionit. Mirë, tani e fillova, nuk po ta tregja. Duke menduar reklamat avokat sepse është në programacion. Me një, publicitetin dhe rikthehemi sërish studio. Kuptove. Avokat, debati që po zhvillohet aktualisht. Po atë që lambra do të vazhdojmë. Po pra pikërisht për atë. Doon që opozita e krijuar në dhjetorin e 90-s. Që e komanduar nga Ramiz Alia apo ishte nuk vlen këto janë brenda politikës. Dëgjoni, po flasim për agjenturën ose për dosjet. Po. Lera politikën. Tani, Ramiz Alia nuk mendonte kurrë se mund të rrëzojë nga pushteti dhe nuk e kishte kalkulimin gabim se akoma nuk është rrëzuar. Kemi realist. E majta akoma se është rrëzuar. Tani, njeri do të jetë realist në shifra. A kënë pushtet? A bëri në thashtatën? Pra, a i mendoj që nuk do binte nga pushteti. Dhe, por i duaj një opozit, ja kërkon të perëndimi, se s'kishte para. Po të kishte para, s'mon të opozitej. Atëre, bëri një opozit që me anë të opozitën të merrte parat. Dhe i mori i parat. Mirë po, kita mbanten të lidhur opozitën, ta kishte fiktive, futi agent të sigurimit. Në ishte normale. Mirë po, mendimi i Ramizit u ka përcye, ishte beyond Ramiz. Dhe populli u ngriti gjithë në një mënyrë për një arsye ose për një arsye tjetër ja dha gjithë pushtetin PD-s. Mbasi e mori gjithë pushtetin PD-ja, spionët ata agentët të sigurimit, 90% të tyre që ishin futur me kast për të dominuar opozitën, i kishte majoranca tani. Ata u bënë njerëzit më reaktiv kundër regjimit. Se ndjenin dhe poshtrimin e dosjes. Atere, të lutem, atere të gjithë këtë fluks politik, që ishte brenda parlamentit, ose në strukturat e partisë demokratike, e mori dhe përdori Saliu. Dhe vazhdojte edhe përdori deri në fund. Dhe të lutem, politika këto i përdor. Prandaj thash, o do të jetë institucionale, o do jetë politike. Atere, që të jetë, mos mbetet politike, sepse unë nuk mund të dorën zjarki se përdor dhe Rama. Jo kush e përdor këto. Politika e përdor. Njeriu s'ka besim të askush, që është politikë, është interes, ma le, e përdor. Pra problemi është, duhet institucionalizuar hapjet dosjeve. E kanë të institucionalizuar, nuk e kanë që e di shpëtimi dhe se di Spartaku. E di Baba Rama dhe nuk e din të tjerët. Ja, zotri, nuk ka catë njerë këse catë. Është institucion. Është institucion që garantohet nga gjykata. Ka marrë fund. Pra ajo do një ligj institucional, do të krijosh një institucion. Ose do ta marrë një nga institucionet e pavarura, që e ka. O e merr avokati popullit, o e merr, nuk ka rëndësi, do ta marrë një. Të lutem edhe një herë, nuk ishin institucionet pavarur, ishin institucionet të varura nga politika. Pra do më dëgjosh, do të jetë institucioni pavarur. Pra Shqipëria nuk ka institucionet pavarura. Prandaj gjithçka mund ndodhi. Jeni një vend që politik. Prandaj nuk duhet ja lëmë ta përdori politikën, ta përdori një institucion, ta zëm për shembull se ka gjykata. Ajo nuk mund të gënjej dot, është fakt. Do të krijoj faktin juridik, ka qenë apo s'ka qenë. Pra problemi është që duhet hapur, po do të ketë sistem se mund na dali prap një Ramiz, na i përdor. Del prap një Sali dhe i përdor. Pra politikës nuk do t'ja lënë më në dorë, nuk do i duhen lënë më në dorë, që i përdori. Shpëtim. Në këtë debati që është bërë së fundi, domethënë që ka pasur një tendencë për të çmitizuar, domethënë këto se filloi që po na bëheshin këta veteranët që jo në qytetin studenti, jo ndodhi ashtu, gjithë të heronj. Kaq shumë heroizëm ka pasur apo që një pluralizëm i telekomanduar? Se unë atë periudhë, domethënë të paktën se dëshmitare kanë parë më shumë më afër se zëdhën si parë. Ishte zëdhën si parë dhe zëdhënës, domethënë i PD-s, doja të ikja jashtë në atë kohë dhe s'kisha lek, domethënë për bilet. Nuk është në një ashtu dhe qëndrova dhe këta më donin.
Edhe kam fjetur bile atë ditën që ra monumenti kam qenë brenda PD-s, ndoshta ishte ai vetmi që kisha krevat avokat. Dhe kam një dy merita të vogla që ta dini. Pavarësisht se i atribuohet cekës sa histori e urës, i kam çuar unë cekën atë te ura. Për arsye se duke qenë brenda asaj dhomës aty, kam marrë 30 herë drejtori i përgjithshëm i policisë Barami Zeiri, që orë zotri këta po vinë dhe po djegin dynjan. Do ta bëjmë çfarë doni atë muzeun, por po këtu s'ka njerëz sepse vërtet nuk ishte njerëz në PD avokat, se kush i futur në një bodrum të gjithë. Gabimisht ka ardhur ceka në atë moment, se kërkonte një ftesë nga ambasada gjermane. I thash unë duhet shkosh atje sepse duhet të kthesh njerëzit. Jo, tha mua, bira të ftesën ti ke un punë time, tha. Ftesa ti mbaja unë se isha dhe dezhurn domethënë dhe shefi informacionit me ashtu. Dhe më në fund i mbusha mendjen dhe kam marrë një 2-3 nga ata në punë sa ti ka vajti gjet me ato Përlanda, Gron Çika, kush ishin, ku dimë se ishin 2 djem atje. Dhe nuk është se është bërë gabim. Sot e quhen merit. Tani të kthehemi te heroizmi. Unë vazhdoj të mbaj këtë ide. Që shikoni, qëse nga 88-a deri në 90-ën, gjithë sistemi jonë, pavarësisht se thoshë jemi të pavarur të tjera, punonte me clearing dhe me plane 5 vjeçare, pra me çmime fikse, dhe kur gjithë sistemi lindor ra, ti s'paguaj dot me çmime fikse, ti se përballoje dot atë tregun të avokati. Dhe nga 88 deri në 90 ke paguar me florin dorë. Kur mbaruan ato florint, ngelen tërta. Për fatin ton të zi në 90-ën, dhe ato $150 milion e fundit që kishin këta i hengri gruri, se a ishte sistemi tipit tillë që duhet mbante përgjegjësi për çdo qytetar, duhet të jepte bukën e Këshillit Lagjes, çse s'kishte. Kështu që faktikisht sistemi edhe mos ta bënte Ramizi pas 3 muajsh do të gjejë lekët e 15 për të tëra palët. S'kishte ai. Nuk kishte, ishte i mbaruar faktikisht. Dhe vetmja mënyrë që gjeti Ramizi për të futur në popull, tani mund hymë dhe të teoritë konspirative të komandonte situatat si Gorbaçovi e tëra, hiç mbaroi ai sistem. U shua. Tani njerëz që patën intuitën politike e shfrytzuan në këtë moment. Sa se i futi Ramizi dhe pastaj dolën se është ai fluksi që tha avokati që e respektoi si tezë, por në thelb me përjashtim të historisë studentëve që brenda interesit tyre domethënë se siç janë studentët dhe minatorët që zakonisht përdoren për këto, ata patën heroizmin e vet. Të tjerë nuk kanë bërë asnjë heroizëm këto. Dhe dëgjova përpara 3 ditësh në një emision ku një nga protagonistët e mëdhenj të tij, Imami, po i shpjegonte zhejt, i cili kishte pikpamje po të ndryshme, po dëgjoj me interes, tha, po të kesh lexuar Huntingtonin, tha, ka 3 mënyra të dorëzimit të pushtetit. Se tëra kjo tezë. Një tha që ai i pari tha lëshon me vullnet, siç ka ndodhur në histori, ku mbreti e kupton që duhet bërë reforma. Një tha që bëhet, e dyta që bëhet me negocim dhe e treta që bëhet me dhunë. Tani asnjëri nga ata nuk i përgjigj, ore në cilët nga kushtet ishte, se me dhunë s'u bë apo jo. Se s'pati dhunë, nuk pati gjak derdhe, as i çarshës. Tani me negocim u bë apo ja u laj. E kupton? Pra, me Huntington, o kështu. Mund të shtojë pyetjen unë. Që qëndroj këtu t'ja fakti. Po me teori konspirative s'do të marr. Gordi Kali. Në byrosë politike e keni në arkiv. E kanë vënë librin, Nazar ko e di, në mbledhjen e byrosë politike, e keni në arkiv. Kam pyetur edhe ish sekretarin e Komitetit Qendror për ta verifikuar. Ramiz Alia mblodhi byron politike dhe sekretariatën dhe tha, kam vetëm $6 milion. Po, për këtë kemi thënë. Të lutem. Se s'kishte lek. Kem vetëm $6 milion. Është regjistruar. Ka vetëm $6 milion. I thot ky Dibrani thuaj ky kishte sekretari i Komitetit Qendror. Xhelil Gjoni. I thot Xhelil Gjoni, ore thot, po ne do dorëzojmë pushtetin, thot. Morën fund, çfarë do bëjmë? Besoj që kjo është. Ai tha, atë po bëj. Është qartë. Po e ka atë. Pra problemi është siç tha Nazarko, ata i shohin ekonomia, marrëzia e tyre ekonomike. Ashtu do të thotë ineficienca i shkatroi. Problemi ishte që ata o do të përfundonin keq, o të përfonin me zbutje. Dhe Ramizi e bëri me zbutje, tani t'jemi realist. Pastaj, ishën të aftë politikisht, apo si ishën të aftë politikisht. Personat që hynë në politikë, për të kuptuar se ku fillon njëri dhe ku mbaron tjetri, ajo është problem që nuk zgjidhet dot kurrë. Çështja është e votimet, zotrit, lutem. Ti ke të drejtë të thuash njerëzve, Spartak Ngjela X ose Y i shky. Po mori votat. Më fal, avokati tani do të them edhe një element që asnjëherë nuk ka qenë në shtypin ton. Nuk është vetëm pasi ti përgjigjesh pyetjes me Nazarko të lutem. Për këtë pyetje do të them, për këtë pyetje që thua ti. Po. Shikoni, i thoni gazetarëve të vjetër dhe të kontrollojnë rezultatin e zgjedhjeve të vitit të parë pluralist.
70-30. Jo, për të bërë president Ramiz Alia, duhet të kalojë ti të merrë mbi 65%, me 66% e sipër. Pra, ai mund ta humbte votën, të dilte nga dera dhe të hynte nga penxheria. Deri këtu e kaloi tangon ai, e kupton? Pra, pranoi të humbte te zona e frokut, por ama mori aq sa i duheshin 66.6%. Bile në fund futi dhe atë që i duhesh për të zgjedhur PS-n. Ka bërë marrëveshje me Pyetja është. I ka rregulluar me dorë bile ato karta. Komunizmi në Shqipëri e shëmbi Arben Imami dhe Blendi Gonxhe apo Bushi dhe Gorbaçovi në anijen Maksim Gorki në Maltë? Tashi, për fatin e mirë të mos kalojmë kufirin e megalomanisë, po Gorbaçovi nga pas 2 ditë këtu Baba Rama dhe me qenë se ishte në atë moshë dhe pleqërisë thellë, e kam pyetur gjatë dhe gjerë. Historia zhvillohet në provincë, siç ishte Shqipëria, apo zhvillohet në metropolet, kur ka përplasje perandorish dhe njëra humbet luftën dhe dorëzon territorin. Kjo është pyetja. Unë do të përgjigjem për rastin ton, për natyrisht që është historia e Gorbaçovit, do të përgjigjem me një fjali që dikur drejtoroi më ka thënë shumë bukur Agolli. Pavarësisht se shtonim neve, tha që do luftonim kundër imperializmit, revizionizmin, ne praktikisht ishim në bordoron e lindjes ta. Të që ata të lindjes ta na konsideronin në kooperativën e tyre, dhe pas i altes, dhe kishin caktuar Çekin dhe Gjermani Lindore, që na hitën në ngjatha. Ne jepnin 3 kg domate, tha, ata na jepnin një vagon treni, ca makina e tjera. Kur mbaroi sistemi i tyre, natyrisht që mbaruam dhe ne, se tani i mat edhe i tat që i matë kishte vetëm një sqepare të tëra, nuk mund të ashtu në Evropë. Ne ishim pjesa e fundit, kooperative e lindjes, pavarësisht kur se ka një keq kuptim në Shqipëri, kur shoku Enver thërriste që do bëj luftë edhe kundër imperialistëve dhe revizionistëve, në të vërtetë tërë ditën e Perëndisë thoshte si Hoxhi çmendur, që oraman më linin rahat se unë as me ju s'jam, po më linin baçën time. Po për ta ushqyer ushqesh nëpërmjet lindjes. Kush shëmbur komunizmin në Shqipëri? Komunizmi në Shqipëri ka mbaruar në vitin 1960, kur ndan nga Moska. S'kishte komunizëm. Po komunizmin ata na ushtrenin në klasin politikisht. Klasin politikisht. Qendra e komunizmit ishte Moska. Moska nuk pranoi Enver Hoxhën. Enver Hoxha mori taborit edhe ikun kin. Për këtë para. Kjo është historia. Dhe e psoi populli. Do kishte qenë shumë e butë, komunizmi do kishte qenë si në Bullgari, si në Rumani, si në Hungari, si në Çekoslovaki. Do ta kishin kaluar stalinizimin e Shqipërisë, nuk do ishim këtë gjendje. Enver Hoxha një ta marr, e tha mbroj marksizm-leninizmin. Marksizm-leninizmi njëri që nuk kishte kapacitet intelektiv për të kuptuar Marksin. Unë e një shumë mirë. Nuk kishte sepse s'kishte formim akademik. Nuk lexohet Marksi mund të jetë utopi. Por është sistem shumë i madh, shumë i vështirë. Kapitali i Marksit nuk mund ta kuptojë dot çdo njeri. Duhet të kesh formim akademik. Pa diskutim. Ai ishte një njeri i zakonshëm. Njeri i zakonshëm që dinte të bënte politikë, e shfrytëzoi. Pra problemi është nuk mund ta quajë një pap të komunizmit atë që pa dhënë një tezë. Por ama izoloi Shqipërinë. Po ti ishte Shqipëria do ishte o në perëndim, o në lindje. Ky është kputi fare. Në atë moment s'ka komunizëm këtu. Këtu ka një hoxhizëm i cili përfundoi ashtu siç përfundoi. Tani vim, ato që thot Nazarku është e vërtet, sepse këta i mbante tregu i përbashkët, tregu Kneri. I mbante Kneri. Shënimet fikse këto. I mbante Kneri me lehtësinat që i bënte se këta nuk hinin dot në perëndim. Nuk hinin dot në perëndim, Kneri ka favorizuar, duke menduar që kishte specin e vet. Duke menduar që kishte specin e vet. Por ama komunizmi ishte duke evoluar në Moskë, jo këtu. Këtu ngeli si qishte. Pra për çështja është që kur erdhi qendra Ramiz Alia, ne nuk ishim përgatitur, mungonte shtresa e politikanëve. Enver Hoxha i kishte mbytur, i kishte vrarë. I kishte vrarë dhe nuk u gjetën elitat. Nuk është problemi 2, 3, 4. Elita e madhe politike ishte eliminuar nga skena. Atëre, çfarë do bëhet? Do të bëhet pluralizmi? Pluralizmi do bëhet nga këta. Ja ku i ke këta aktor, ata dolën, ata e ban, populli donte çlirim, pastaj populli nuk dolën apo i lanë që të dilnin me vëmendje. Populli nuk e besoi. Apo thanë që të dilnin. Populli nuk e besoi Partinë Demokratike. Partia Demokratike ishte në dhjetor e formuar. Janar shkurt
në fund të shkurtit dhe në fillim të marsit, Vlora hipi anijeve, iku në Pa diskutim. Në mars gjithë Durrësi. Po të kishin vazhduar anije, do iknin tërë. Pa diskutim. Pra nuk besonin se do bërin gjë këta. Ti jemi realist. Shiko, ndjesia e popullit është gjeniale. Pa diskutim. Se është instinktive, e kupton. Pa tjetë sa me mustaqe, sa të pa një orë fare, tha, morën fund, do vdesim. Do vdesim. Por ajo që tha Rami Zalia doli vërtet. Se opozita që erdhi dhe u formua qeveria e përbashkët në mbas të zgjedhjeve të 31 marsit, gjeti parat. Edhe këtu po ndashën ushqimet me disi që këtu, me ushtrit italiane. Po, operacion Pelikani. Po, as ushqime nuk ndajnë dot. Pra, problemi ishte, ata kishin drejt që ikën. Tani, dëgjoj me mendje. Po. Dëgjoj me mendje se ata e din të gjithë, po kemi një aspekt tjetër, Vlora prap kërkoi të ikte. Po. Atëherë nuk besoj Partinë Demokratike të Saliut. Po këtu më duket se s'po beson rilindjet, që do t'i japi parat, ajo dha shenjë që do iki. Dhe keni mendje, nuk është politika rregullimi pallateve. Është rregullimi rrogave, të lutem. Është rregullimi rrogave duan prodhim. Duan prodhim, sir. Pra, çështja është që vemi nga vemi, dhe kthehemi te pika Sizifi do punuar toka me. E çonte atje dhe zbryste poshtë. E çonte deri lart Sizifi edhe i binte guri poshtë. Këtë po bëjmë ne. Ço gurin Ramar si Sizifi. Bie si Sizifi. Ne jemi në mitin e Sizifi. Problemi është. Prandaj jemi dhe pak filozof. Se e di se thot Albert Camus? Po. Thot cili është momenti ku Sizifi ndihet i lirë, ky proletar i perëndive, kështu e quan? Proletari perëndive. Proletari perëndive. Metaforë ka një se shumë bukur për Sizifi. Po, është dhe për këtyre shqipe. Është për këtyre. Atëherë, miti i Sizifi. Ai thot, i lirë ndihet vetëm në një moment. Kur nga maja zbret poshtë për të marrë gurin, ka mundësi të mendoj. Se sa me gurin. Edhe ne, vëreti që kur është guri poshtë që zbresim, jemi të gjithë filozofët tërë, po është gati për të vdekur. Je gati për të vdekur. Pra, kjo është historia. Pra, çështja është që nuk e besuan ata atëherë dhe u bë eksodi i madh. Eksodi që u duk sikur ishte një gjë më madhe, ka mbajtur pushtetet këtu me para, jo në kuptimi direkt, po indirekt, me remitanca. 1 miliard sepse sillën jo 1 miliard, 2 miliard, 3 miliard, ka qenë arritur deri 25% e GDP-s. Mbani familjet shqiptare me atë. Pra, çështja është që ne në gjitha fatkeqësit, nuk na kanë nxjerr qeverit. Kanë nxjerr instikti popullor. Kemi realist. Shiko. A populli sillte 3 miliard i sillte populli këtu si remitanca, qeveria nuk eksporton, shteti nuk eksporton në dot as 100 milion. Do të thënë, ideja është kjo, duke fol po me gjuhën e Spartakut. Po të bëjmë një llogari shumë thjeshtë më. I lirë për 20 vjet, ai kanë prur refugjatët tan nga domethënë 20 miliard dollar tu për 25 vjet. I kanë prur me siguri. Ja 25. 7 miliardë për bankë. Dhe nga një 25 tjera i kemi vjedhur ne vetë që kemi çuar jashtë në trajtën e pyjeve, në trajtën e ujrave, në trajtën e mineraleve, në trajtën e shinave të kurudhës. Pra ne kemi konsumuar ja 45 miliard. Dhe tani kjo klasë politike që duhet menaxhonte këto miliardat që prun këta vëllezërit tanë që ande, dhe këto miliardat që avodhën vetes ne që çuam ande, duhet kishin bërë në Shqipëri. Shikoni tani pas 25 vjetësh përsëritet incidenti i Vlorës, që thot ai. Dhe ndërkohë, këto 1 miliard janë bërë 150 milion, zyrtarisht tani hyn në Shqipëri nga refugjat vetëm 150 milion janë këtë vit. 150, po ta them me shifrën zyrtare. Dhe së dyti avokat, do të thënë ne kemi 150 milion prej tyre dhe praktikisht do të thënë kemi një gjë tjetër më të tmerrshme. S'kemi as pyje, s'kemi as ujra, s'kemi as gjësende, do të themi jemi edhe pa ato pasuritë fillestare. Pra, pse ndodh kjo pra arsye të asaj klasë politike dhe po të kthehemi te ajo, do të thënë e para të avokatit, intuita geniale e popullit na ka shpjeguar, por unë nga ana tjetër mendoj kështu i bjetur e krahasimi avokat që një vend është një vresht i madh dhe ti po i hoqë atë elitën e vetë, është një lloj sikur ti kesh hequr ata hunj që i mban vreshtit. Dhe praktikisht Shqipëria lëkundet dhe këtej, sepse ne kemi korrur elitën politike, që nga 44 e këtej e kemi korrur dhe vinë këta tani që duan që s'bëhen dot jo elitë politike, po s'bëhen dot as në gjësendi. Dhe kjo është fatkeqësia jonë kombëtare. Praktikisht, po shikoja mbrëm
në emisioni, jemi një film të jashtëzakonshëm të Spielbergut, një histori me Anies Cleveridge, domethënë që duheshin liruar në një farë mënyrë, por ai që ishte edhe presidenti i Amerikës, por luante rolin e avokatit, tha po si ti them, tha. Të them unë, tha Zizaku. Duhet pyesësh shpirtin e fisit, tha. Dhe ai shiroi, tha do t'i referojmë të parëve të mi. Ne kemi zhdukur të parët tanë. Ne kemi zvendësuar për shembull për 60 vjet e fundit kemi zvendësuar filozofinë e Naim Frashit edhe Frashëllinjve, e kemi zvendësuar me filozofinë e ku diun të PD-istëve ose e historia formave të partisë që banim. Ne kemi zhdukur filozofinë e të parëve, ato që krijuan praktikisht shtetin ton. E kemi zvendësuar me propagandistë partie të mirë. Dhe tani do vuajmë, sepse kemi hequr ujin që mbajnë vreshtin. Do vim vërdall, domethënë. Thash, të humbim 50 miliard. Nazarko, ti mendon se kjo elit s'të çon gjikun me kjo elit. E ndërton të do të gjuhën Shqip, e ndërton të do të gjuhën Shqip, si që ndërtuan rritin. Kjo elit po përpiqet ta Do të dëgjosh pa Ja afrohet do bitat frashë. Edhe një herë. Kjo elit që ekziston sot, qoftë edhe nëpër katedra, e shkruan të do të gjuhën Shqipe nga fillimi? E bënte nga një gjuhë e pashkruar në një gjuhë të shkruar? Sa ti mendon që këta arumunët që thonë këta, kanë gjuhë ata, po e kanë pashkruar. Po s'kanë naimin edhe. Po s'kanë ata. Dakord jemi? S'kanë ata, s'kanë parë. Edhe Roma, ata Roma, që që ata që... Edhe gjipsët. Gjuhë në dërisht. Ashtu flasin sanskrit, flasin indisht. E kemi zhdukur të parët. Po s'di të shkruajnë. Pse s'kanë gjuhë? Atëherë lind problemi. E solla këtë, e kuptoni, e keni parë se kush e ka formuar gjuhën Shqipe? Është kapacitet mëdha, ato që nga 5 gjuhë. Shkollës austriake. Dini gjuhë vjetra të reja. Nuk ishin ishte një plan që filloi që nga 1880 dhe e mbyllën në 1950. Shkollën austriake të fundit. E mbyllën nga problemi qëndron sot çdo pesh. Unë nuk e di. Dëgjoj, Ilir që ta ashtu për ta ashtu. Shiko, kujtohet gjithë një ky shembull se më thajnë plakin ditë. Orbir më tha mua, kjo punë të parëve. Tha, gjyshrit tanë, tha, nuk t'i jepni nusa se të përzinë në katundi për të ndërtojë shtëpinë në tokë buke. E kuptoni, 80% e Shqipërisë, do produkti kësaj elitës që u formsua këto 50 vjet, mbas 90-s ka bërë shtëpinë tokë buke. Domethënë edhe të duam ne sot, domethënë këtë Shqipëri, domethënë që ka prur 50 miliard. E kemi vjet 50 miliard nëse bëjmë dot avokat, sepse ne duam tel elektriku më shumë se Gjermania ashtu si kemi shpërndar. Demografinë kemi të shkatëruar. Shpërtim Nazarko, të falenderoj, avokat Ngjela, të falenderoj që ishte për pyetjet. Nderuar shikues, ndoqet një bisedë me zotin Ngjela dhe me zotin Nazarko tek 5 pyetjet. Nga unë Ilir Babaramo, natë mirë të gjithëve, rishihemi të anën tjetër.